takimi pas Big Brother VIP, a kanë biseduar Redoni dhe Igli pas largimit të saj nga shtëpia, ja për çfarë bëhet fjalë, ndërka që Igli rikthehet në Big Brother, mësohet se për çfarë bëhet fjalë. Igli është banorja Big Brother VIP Albania, pritet të rikthehet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Kjo është lajmi i parë i befasishëm që ndjesi diskutimet në mesin e adhuruesve të shfaqjes, të cilët pa dyshim presin të ndjekin se çfarë dinamizma do kthejë rikthimi i saj. Edhe në klipin e promos për natën e Prime-it në faqen zyrtare u shfaq momente të rëndësishme nga rrugtimi i Iglit, teksa u shoqërua me mesazhin "Rikthehet Igli". Megjithatë, nga burimet e brendshme nuk bëhet fjalë për një rikthim brenda shtëpisë së Big Brother VIP si një banore, por vetëm me ftuar, teksa tashmë pas qetësimit të saj disa ditor, mësohet se Ledioni do ketë një bashkëbisedim me Iglin për ta pyetur për mendimet e saj tani më që është jashtë shtëpisë së Big Brother VIP, por edhe për marrëdhënien e saj me Gjestin. Të gjithë presin ta shohin, teksa ka shumë fansa të tjerë që janë të intriguar nga marrëdhënia e saj tashmë jashtë me Redon Beranin, ish konkurrentin tjetër të Big Brother. Redoni dhe Igli, që në ditët e para të hyrjes në Big Brother krijuan miqësi të ngushtë, madje u pa edhe flirt midis tyre. Miqësi kjo që në syrin e publikut ishin shkëndija të para të dashurisë. Megjithatë, rrugtimi i Iglit mori tjetër kahje, teksa tashmë ajo është jashtë shtëpisë. E si fillimi ishte edhe deklarata e Iglit, teksa në thojza i la fajet Gjestit duke thënë se ai ka dhënë sinjalet të tjera për përfundimin bashkë. Megjithatë, tani që e ka parë më ftohtë situatën, ajo i vuri pikën mbi i duke deklaruar se nuk do të ketë më takime me Gjestin për këtë çështje. E ndryshe nga ana tjetër është sjellja e Redonit me të, teksa deklaronte vetëm ditë pas daljes së Iglit se i kishte dërguar mesazh e Iglit dhe se dëshironte të qëndronte afër. Kjo edhe pas sinjaleve të tij, këngës Gocë nga Tirana dedikuar asaj, e shumë intervistave të bëra në mbështetje të saj. E pas daljes së Iglit, sipas fashëthemeve të fundit, dyshja mësohet se kanë filluar kontaktet pas daljes së saj. Donse me shumë kujdes, kjo është një hedhje e lodhshme e ndjenjave dhe një përpjekje për të ndërtuar një miqësi më të fortë, apo fillimet e një deti romantik, kjo mbetet për përpara. Megjithatë, Igli dhe Redoni kanë nisur të shkruajnë me njëri tjetrin. Redoni edhe së fundi ka deklaruar se i pëlqen shumë jeta në Tiranë dhe se ka filluar të jetojë më shumë në kryeqytetin shqiptar. Teksa nga fansat kjo merret si një fillim i një rrugtimi të ri dhe se të gjithë po presin që dyshja të ndajnë foton e parë së bashku.